Horoskopi ditor dhe Mërkur 26 mars 2025. Dashi. Marrëdhënia në çift do jetë e bazuar tek mirëqenia dhe tek bashkëpunimi në çift gjatë kësaj dite. Do ndiheni mjaft mirë pranë atij që dashuroni dhe do ndiheni gati për të marrë edhe vendime me rëndësi. Beqarët do kërkojnë një person perfekt dhe kjo dëshirë nuk do mund të realizohet dot. Financiarisht do njiheni me momente të vështira. Kujdes me çdo lloj shpenzimi. Demi. Venusi do jetë i pozicionuar më së miri sot në jetën tuaj në çift, dhe gjithçka do shkojë për mrekulli mes jush dhe partnerit. Do toleroni edhe më tepër njëri tjetrin. Beqarët do kalojnë çaste të këndshme me miq të ngushtë dhe nuk do ndjejnë fort nevojën e dikujt në krah. Sektori i financave do jetë mjaft i privilegjuar. Mund të kryeni edhe ndonjë investim më tepër nëse dëshironi. Pinjakët. Jeta në çift do jetë mjaft e stabilizuar sot. Do i diskutoni me qetësi të gjitha ato tema delikate, të cilat më parë krijonin probleme. Beqarët nuk do mund të qëndrojnë indiferent ndaj disa personave që do i joshin. Në fakt, ata me të vërtet kanë vlera të shumta. Financat do jenë të mbrojtura gjithkohës, edhe pse ju mund ta teproni paksa me shpenzimet. Gaporja. Jeta në çift ka rrezik të kalojë një ditë të vështirë sot. Do ndryshoj shpesh humori dhe do debatoni ashpër me personin që keni në krah. Beqarët nuk duhet të ecin me sy mbyllur, por duhet të mendohen mirë para se t'i japin fjalën dikujt. Bëhet fjalë për jetën e tyre. Ndikimi pozitiv i diellit dhe Marsit do përmirësojnë paksa situatën tuaj financiare. Luani. Nëse jeni një zemër e vetmuar, nuk do keni fat dhe do vuani shumë gjatë kësaj dite. Ata që kanë tashmë një lidhje të qëndrueshme do debatojnë ashpër me partnerin, por nga ana tjetër edhe do dashurohen në mënyrën pasionante me të. Financat fatmirësisht do jenë të mira. Shlyeni sa më parë borxhet që keni marrë, që më pas të kryeni ndonjë shpenzim më tepër. Virgjëresha. Do i kushtoni shumë rëndësi partnerit tuaj gjatë kësaj dite dhe nuk do e lini atë të mërzitet për asnjë çast. Edhe ata që kanë pasur mosmarrëveshje do ndihen më të qetë dhe do sqarojnë me qetësi gjithçka. Beqarët do flirtojnë pafund me persona që do kenë pranë dhe dikush do ia kthejë me të njëjtën monedhë. Në planin financiar priten goxha përmirësime. Peshorja. Keni kohë që marrëdhënia mes jush dhe partnerit është ftohur. Sot do keni mundësi të afroheni më tepër me të dhe të flisni për gjithçka që ju ka lënduar. Ai do tregohet më i kuptueshëm dhe do di të kërkojë falje. Beqarët më mirë të tregohen të matur me personat që do takojnë, sepse më pas do lëndohen. Në planin financiar duhet të vazhdoni të tregoheni të matur. Akrepi. Jeta juaj në çift do marrë një kthes tjetër gjatë kësaj dite, dhe më të mirë nga sa ka qenë më parë. Do dini të toleroni dhe të hapni rrugë. Edhe për beqarët priten të reja pafund. Shfrytëzoni ditën deri në maksimum, sepse nuk do pendoheni as pak. Në planin financiar duhet pasur shumë kujdes. Gabimi më i vogël mund t'ju rrënojë. Shigjetari. Qetësia e tepruar mund t'i bëjë dëm jetës suaj në çift gjatë kësaj dite. Mundoni të komunikoni për gjithçka me partnerin dhe të shkëmbeni mendime me të. Beqarët do jenë kapriçoz dhe të pavendosur për të bërë ndonjë zgjedhje. Financat fatmirësisht do jenë më të mira se disa kohë më parë. Mundoni ta ruani ekuilibrin.
Britsjapi. Qielli i dashurisë do të jetë shumë i trazuar gjatë kësaj dite. Do keni debate të forta me partnerin tuaj dhe do ndiheni keq. Beqarët do jenë sensual dhe mjaft romantik. Do bëjnë shumë persona për vete dhe më pas mund të zgjedhin të duhurin. Të ardhurat do përmirësohen shpejt nëse vazhdoni të tregoni të matur me shpenzimet. Ujori. Këtë ditë do të jetë e mbushur me surpriza sot në jetën tuaj në çift. Për disa, ato do të jenë pozitive, për disa jo fort të këndshme. Gjithçka do jetë në varësi të sjelljes suaj kohët e fundit. Beqarët do kenë takime cilësore, të cilat mund të sjellin histori dashurie serioze. Financat nuk do jenë të këqija, por do kërkojnë më tepër kujdes se kurdo herë tjetër. Peshqit. Venusi do jetë i pozicionuar keq sot në jetën tuaj në çift dhe do sjellë mosmarrëveshje të shumta. Kujdes, mos e prekni partnerin atje ku i dhem më shumë, sepse do të përkeqësoni edhe më shumë situatën. Beqarët nuk do jenë të sigurt për atë që duan të bëjnë dhe do mbeten me të njëjtin status. Financat mund të kenë ndonjë tronditje të vogël për shkak të disa shpenzimeve të nevojshme që do kryeni.